Përkeqësimi kushteve atmosferike në qytetin e Vlorës, pezullohet lundrimi detar për anijet e vogla dhe ato të peshkimit. Në një njoftim të saj zyrtar, Kapteneria e Portit të Vlorës ka bërë me dije se është pezulluar lundrimi për gjitha mjetet e vogla dhe anijet e peshkimit jashtë gjirit të Vlorës, një pezullim i cili do të vijojë në datat 17 dhe 18 tetor. Ndërkohë edhe në një njoftim të saj, Bashkia e Vlorës bën me dije se nga data 17 deri në datën 21 në qytetin e Vlorës parashikohen rreshje mesatare deri intensive, duke i bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdesin maksimal, por edhe me njëherë të komunikojnë me çdo institucion në rast të çdo lloji problematike. Përkeqësimi kushteve të motit në Vlorë, Kapiteneria e Portit ka urdhëruar këtë të premte pezullimin e lundrimit të anijeve të vogla të peshkimit. Ndalimi ka nisur prej orës 9 dhe kjo për shkak të erës së fortë me drejtim jug-juglindje në forcën deri në 6-7 ballë dhe shpejtësi ere deri në 15-20 metra në sekond, ndërsa 1.50 deri në 2.50 metra është lartësia e dallkëve. Pikërisht me qëllim parandalimin në çdo situatë të papritur për shkak të kushteve atmosferike, është ndaluar pajisja me leje e mjeteve të vogla lundruese dhe atyre të peshkimit, të cilat operojnë në det të hapur brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës. Ndërkohë anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar për mjetet e vogla lundruese dhe atyre të peshkimit do të jetë mbas orës 06 të datës 18 i 10 2025.